Ne do të mbështesim protestën, do bëjmë thirrje që dalin protestë, tjetë një protestë e madhështore. Nuk mund të jem ato ku ata I bën thirrje vetë vendosjes, Vjosa Osmani edhe kryeministri jon vetë na ka thonë kur se ka ngritë qeshën gjykatës speciale. Pas ka të drejtë tjetë antari I organizatës Skënder Llugishi sot përjashtohet nga organizata veteran lutës. Unë e bëj ftesë dhe thirrje gjithë qytetarëve, po edhe ne si do t'i bashkangjitim protestës. Ne nuk jemi në këshill organizativ. Arsyet dihen qarta pse s'jemi, nuk kemi të mbështesim fare nga to se ne jemi edhe qytetarë të vendi, po dhe mbars të luftës që sot e përfaqësoj. Ne do të mbështesim protestën, do bëjmë thirrje që dalin protestë, tjetë një protestë e madhështore nga qytetarët, nga veteranët, nga gjitha strukturat, po nuk mund të jem ato ku ata I bën thirrje vetë vendosjes, ku ne dim lideri tyne në Parlamentin e Kosovës e quan kriminal Hashim Thaçin, Kadri Veselin dhe të tjerat, ku thot Serbia ka bu krime, po kanë konsumi, thot, këta mropa me janë kriminal. Ju e keni ndëgjuar dhe keni e di që keni ato, dhe nuk mund të jem ato me deputetet tina, ku të cilët na jekin nga poka minimale, me edicën srpska, para 3 vita, edhe takimet ma herë që kena bona me Parlamentin Evropian, Parlamentin Zvicran, Parlamentin Shqipërisë, që mos shkoj tash me amet e përmeni eurodeputet, Vatikanin këtu dosh I bëj gjitha qeveria Kosovës, jo ne, po na kemë marrë bordë dhe kemi marrë takime. Prap tash kjo bordë na bjen neve, se tash institucionet vendit s'kena, prap këtu takime do t'i marrëm ne, të momentet e fundit, sa ditë na kanë met, para vendimi që e presim një vendim pozitiv, që e presim është persoj, me du me besu fuqishëm se ta do të liruar, prap I morëm na, këta s'pi morëm për zipe, ju e ndëgjut, ta nuk janë që kjo s'ka s'ku me vizit, se lemo me ngritë zonin. Unë veç një cikur t'ja thëm, që takime që kena posë në Këshillin e Evropës, edhe në për disa parlamente, asë një fjallë që është ngritë për gjukatës speciale për qeverisë tonë, që 6 vite, asë një heq. Me një që kemë taku me asë një fjallë që është ngritë. Bili, ku ka qenë vizit në Vatikan, Vjosa Osmani edhe kryeministri jon vetë na ka thonë kur se ka ngritë qeshën gjykatës speciale. Sot kryqësia e organizatës veteranëve luftës ka marrë një vendim që të përjashtohet nga organizata veteranëve luftës. Ai ka të drejtë jetë veteran, ka drejtë të merr pensionin, pas ka të drejtë jetë antari I organizatës Skënder Llugishi me fjalën e tij që keni ndëgjuar në parlament, me fyrin që ka bu generali Ramush Haradinaj, sot përjashtohet nga organizata veteranëve luftës dhe nuk ka drejtë ketë librez apo tjetë antari ju një organizatës.